Gripi ende nuk ka arritur pikun, madje gjatë javës së kaluar janë raportuar 126 raste të reja, por që përbëjnë një rënje prej 31% krahasuar me javën paraprake. Gjatë kësaj periudhe mbizotron influenza A. Simptomat zakonisht të shfaqen pa pritur dhe përfshin temperaturë të lartë, dhimbje muskujsh dhe koll. Në disa raste gripi mund të shoqërohet edhe me komplikime, si infeksione bakteriale sekondare dhe infeksione të traktit të poshtëm respirator, të cilët mund të kërkojnë edhe trajtim spitalor. Според извещаят на Институтот за јавно здравје Sipas raportit të Institutit të Shëndetit Publik, gripi është ende në pragun e aktivitetit sezonal në bazë të rasteve të raportuara. Këtë e shohim edhe në teren. Numri i pacientëve nuk i kalon ato numra që janë tipik për këtë sezon. Në fakt, numri është më i vogël në dallim me vitin e kaluar. Megjithatë, pritet që pas festave të fillojë aktiviteti sezonal i gripit. Më të ekspozuar ndaj gripit janë fëmijët, pasi ata janë më shpesh në kontakt me njëri tjetrin dhe më të ekspozuar ndaj infeksioneve, veçanërisht në ambientet kolektive si qerdhet dhe shkollat. Најмногу изложени на ризик се граѓаните кои што се Më të rrezikuar janë qytetarët që janë në kolektive të mbyllura, pra para së gjithash fëmijët në qerdhe, pasi kalojnë shumë kohë në grupe të mëdha, me shumë fëmijë dhe fëmijët janë mjaft të ekspozuar ndaj infeksioneve. Më pas të moshuarit, qytetarët me imunitet të dobët, qytetarët me probleme kronike, pra këta kanë pasqyrë më serioze klinike. Instituti i Shëndetit Publik rekomandon që personat me simptoma gripi të qëndrojnë në shtëpi, të pushojnë dhe të marrin shumë lëngje, si dhe të shmangin kontaktet e ngushta me të tjerët. Po ashtu, duhet ajrosur shpesh ambienti dhe të mbahen të pastra sipërfaqet. Personat mbi 65 vjeç, ata me sëmundje kronike ose në rast të përkeqësimit të simptomave, duhet të kërkojnë ndihmë mjekësore.